Kulla, konflikti I ri Izrael-Turqi sa shanse ka? Po flitet shumë këtë periudhë dhe nga deklaratat që bën Erdogani edhe ky, edhe Netanyahu. Mund të jetë kjo lufta e re në horizont? Kulla, apo jo, është komplet psyops kështu për të shpërqendruar vëmendjen. Mund të jetë si strategji për të ndihmuar, ki parasysh që vitin që vjen të dyja palët kanë zgjedhje dhe Erdogani do të tentojë një mandat tjetër të fundit. A do të tentoj prapë? Edhe pse ka thënë që unë s'ashtu më. Po, edhe Bibi Netanyahu do të tentojë një mandat. Vin tjetër janë zgjedhjet. Kështu që në këtë pikpamje, po ka dhe një arsye tjetër. Dhe problemi është Siria. Turqia nuk do lejojë në asnjë lloj forme rënien e presidentit të ri Sirisë, sepse e ka aleat, por në njëjtën kohë Izraeli kuptoi që Turqia kësaj radhe nuk ishte aleat me Iranin, po ishte një aleat I heshtur I Iranit. Po në të ardhmen mund të jetë dhe një aleat I hapur I Iranit, nëse lidhen gjërat ekonomikisht. Në anën tjetër, Turqia ka problemin që Izraeli tashmë e ka të hapur strategjin e vetë që të krijoj shtetin kurd në kurriz të Iranit. Dhe aq më tepër që në Kurdistan, pra edhe në Kurdistanin sirian dhe në Kurdistanin iraken, aty ndodhen burimet e naftës të këtyre dy vendeve dhe ka dhe një arsye ekonomike në këtë histori. Ma thuaj edhe se duhet të ndërpres për një gjë, të bëj një pyetje. Jo, ma thuaj edhe të arsye ekonomike. Ti e njeh mirë Naftali Bennett. Ish kryeministri I Izraelit. Ledjo ka një sinkron, por na vën pak kontekst, që pastaj t'i vëm pikat mbi bisedës, që t'i japim një sens. Ja të dëgjojmë çfarë thotë ish kryeministri I Izraelit lidhur me këtë çështje. Jepi Ledjo. A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Vazhdon prap Ledjo, më duket, mos e hiq. Shive që Ledjo? And he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. Ka që ishte? Ky është I qartë fare. Edhe ky është fushat, po nëse Ledjo ka një hartë lindjes mesme nga Katari në Turqi, do më duhet t'ja kërkoj që ta vë atje që t'ja bëdhe shpjetimit. Ja, du ta nisë tani Ledjo, dhe Ledjo po të do nxjerrë që ose kemi kohë, kemi dhiqë. Një minutë është ajo gjë. Jo, po puna është të ta përgatisë. Çështja është... Para një, kur ka qenë ky kryeminist para sa vitesh? S'ka shumë tani. Problemi nuk është... Sa tani mos është Netanyahu prej kohësh atje? Jo, Netanyahu ka 30 vjet, po ka ikur, ka hyrë, ky ka qenë një këto periudhë. Ky ka qenë para 3 mandatesh Netanyahu. Po pra, para. Çështja nuk është tek fakti kush e thot, është çështja tek fakti kur e thot. Dhe pse e thot. Prandaj tashmë duhet harta. Ky iku në 2022-shin. Ai thot nga Katari, pra është një nga ato qeveri teknike që u bë. Dhe është I dyti në sondazhe, ky Bennett. Po pra, ai është në fushat. Çështja është që nga Katari deri në Turqi, ne kemi atë gasjellsin e famshëm për cilën unë të kam folur që të kam thënë që ishte arsye e luftës në Siri. Sepse kishin dy gasjellës në konkurrencë me njëri tjetrin. Njëri që duhet kalonte, se kishte një gasjellës dhe gasjellës dhe naftjellës. Pra njëri nga Katari në Irak, në Siri, në Turqi, pastaj Greqi, Shqipëri edhe Evropë, Itali. Dhe ky është gasjellësi që tashmë triumfon, sepse për kjo ishte arsye pse Turqia hyri në Siri. Është ndërtuar ky? Jo, ky do ndërtohet, dhe ky është. Okej. Po ndërkohë ishte edhe projekti tjetër që është Katar, Arabi Saudite, Jordani, Izrael, Det, Greqi, duke shmangur Turqinë. Kështu që ai flet për rrethim të Izraelit, ndërkohë që turqit flasin për... Kush flet për rrethim të Izraelit? Ky. Po, që thotë që po, prandaj do jetë Irani I ri. Katari dhe edhe Turqia, thotë. Po na rrethojnë. Po jo rastisht thotë këto dy vende, se ka dhe vende tjera aty, kupton? Por Katari dhe Turqia po na rrethojnë. Ndërkohë Katari është një vend I vogël arab dhe nuk ka fuqi ta rrethojë, po ka vetëm paranë Kazit. Normal. Ndërkohë Turqia nuk është vend arab.
Dhe Turqisë ky i jep përballë arabëve, i jep rolin e kalifit, atë që ka pasur gjatë perandorisë osmane. Me këtë fjalim. Pra retorika shpjegon qartë që nënkuptojnë gjëra të tjera poshtë. Po unë prandaj kërkova ardhën për të shpjeguar që realisht arsye e vërtetë i konfliktit është që turqit duan të shmangin kalimin e një gasjellsi dhe një naftësjellsi nga gjiri persik në Izrael për ndetin Mesdhe. Ta kam dhënë këtë shpjegim kur filloi lufta në Gaza, nëse të kujtohet. Dhe ndërkohë izraelitët, cilët kanë qenë bashkë me fondet ndërkombëtare financiare, duan që të mos bëhet ai gasjellsi famshëm, arsye për cilën filloi lufta në Siri, që kalon nga Katari, në Arabi Saudite, në Irak. Pra, po luhet për tubin. Sigurisht për tubat luhet, se për çfarë luhet për parimin. Edhe ande për tubat dhe këte për tubat. Ti mendon se, shiko, presidenti Trump. Po vjen harta, ja. Presidenti Trump është, i thon francezët shapoj, duhet heq kapelja, sepse është i pari që i ka hequr këto bla 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 demokracie, këto gjëra. Po nuk fut më. Ne vlla kemi hallë ekonominë. Kjo është e vërtetë. Ka hapur një epokë të reja me kulturin trosh. Jo, po e ka revolucionarizuar gjithë botën dhe është jashtëzakonshëm në këtë gjë. Jo ta bëjnë tjetër. Çka ka i thot, kupton? Dhe këto historitë, jo demokracia, këto i thot, tu vlla është shumë e thjeshtë. Ne duam naftën dhe gazin, ne jemi fuqia e parë ushtarake e botës, ne do jemi dhe fuqia e parë ekonomike e botës, dhe e ka me BRICS-in, është i drejt për drejt. Këtu për herë të parë bien këto retorikat, jo këto që kishte Obama, jo që kishte Bushi. Drejt e njeriu, këto që ata vetë diqen. Çfarë është kjo kulla? Aty. Po na iku jo Lëdio, Elisa e kemi brapa. Është interesante të fut Elisa në këto geopolitikës. Ha? A Lëdio, nxirr edhe një herë atë? Nxirr edhe një herë hartën, të lutem? Për këtë bëhet fjalë kulla. Po ky Beneti çfarë tipi ka qenë molla? Interesant, po jo lidhje. Ka ikë 2022 nga pushteti, në 2022 ishte ky? Jo, ishin një 3 qeveri teknike ato, se u bën zgjedhje dhe dilnin barazim. Ja ku e ke çan. E ke gasjellsin, e ke aty. Po pse e heqë Lëdio? E ke aty Katar, ke një që niset nga Katari, Arabi Saudite, Jordani, Izrael, edhe del në Greqi, një shut e Greqisë. Dhe ke një tjetër që pastaj Katar, Arabi Saudite, ngjitet lart shkon në për Irak, Siri, Turqi, edhe del pastaj për në... Kjo vija drejtu çfarë është? Ky është kanali është deti kuq dhe kanali Suezit. Është kanali Suezit ky. Ndërsa kjo tjetra në krah djathtë kulla? Toni domethënë? Dhe pastaj ke një tub tjetër që kjo luftë tregoj që dëshmohet që duhet kalojë nëpër Arabi Saudite nga gjiri persik në detin e kuq në mënyrë që të mos bllokohet Arabia Saudite. Por Arabia Saudite ka problemin që 90% të puseve të naftës i ka pikërisht në këtë pjesën lindore që shkon për nga Irani. Me pak fjalë çan e kemi shpjeguar kur filloi kjo luftë. Jo, po duhet ta rithemi sepse në ekran aty është stuhia perfekte, aty ka naftë, aty ka gaz, aty ka ujë. Pra në këtë rajonin gjip persik, Arabi Saudite, Iran, Irak, deri nga Siria çka shkon Turqi. Po pse ka ujë atje? Ata për ujë vuajnë shumë kulla. Po ka sepse Irani ka male, edhe jo Irani, flas pjesa tjetër, flas për gjirin. Po pra këtë po të them që Irani ka malet dhe kush kontrollon atje kontrollon ujin dhe këta kanë impjantet e shkripëzimit e marrin nga deti pra. Nga deti. Kurse lart pra Irani ka ujë dhe ujë ka pastaj atje në kufirin tresh mes Sirisë, lartësitë Golan, Sirisë, Izraelit dhe Libanit, se pjesa tjetër është e thatë. Dhe tani, kjo që thot Beneti, qëndron si logjika apo jo? A mund të ndodhi? Ai e bën për fushat, për retorikë. Është komplet fushat. Po. Por ai na shpjegon atë që thuhet, atë që ne zakonisht themi, që realisht kjo është lufta e gasjellsave. Po pra, Izraeli kërkon që të bëhet gasjellsi që të shkon nga Katari në Izrael dhe del deti Mesdhe shkon në Greqi, duke shmangur tërësisht Turqinë. Turqia do saktësisht kundërtën dhe mes të dyve qëndron Siria dhe kjo shpjegon pse u bë lufta në Siri që unë ta kam thënë shpesh që atëherë dhe kjo shpjegon pse mund të rikthehet në një luftë drejt për drejt, një përplasje të drejt për drejt mes Izraelit dhe Turqisë. Si e parashikon këtë kulla? Si e parashikon këtë përplasje midis Izraelit dhe Turqisë? Nuk mendoj që do ndodhi sepse nuk i lën amerikanët që janë në mes. Por mund të ketë përplasje her pas here. Ku mund të plasa? Ato janë në kufi? Në Siri. Në Siri. A ti thua do zihen në Siri? Po, Siri. Sepse Izraeli është futur me trupa në lartësitë Golan, ndërkohë që trupat turke ndodhen në janë afër apo larg? Afër. Janë shumë lartësitë nga kufiri lartësitë Golan në Damask është 45-50 km. Tani që isha në Damask. Afër. Po shumë afër me shef me sy atë, nuk është.
Shumë afër është, tërësisht e mundshme kjo gjë. Dhe ti ke thënë gjithmonë që me Turqit është vështirë të kruhesh për nga ana ushtarake, sepse janë shumë dhe kanë ushtrit forta ndaj këtej, ushtria e dytë ka thënë ti në Europë. Ushtria e dytë e NATO-s. Po. Ka 1 milion e gjysmë ushtarë. Po Izraeli quhet fuqi e vogël para Turqisë. Jo, është fuqi shumë e madhe. Izraeli është vetëm fuqi e vogël që mbledh 350.000, 400.000 rezervistë në një javë. Për 10 milion banor që janë ata. Për 10 milion banor. Çfarë janë këto që dalin në ekran? Shumë çuditshme. Le të kujdes se po na dalin gjëra në ekran çuditshme. Po na futen hakerat aty. Nuk e di çfarë po ndodh valla, po shoh sa personazhe që nuk e di pse dalin. Po na sulmojnë hakerat iranianë. Nuk e di. Ha? Çështja është Po, hiqe urgjent. Çështja është që Izraeli është një fuqi rajonale. Dhe pa SBA-n ngelet vetëm një fuqi rajonale, kështu që duhet vi SBA-ja që Izraeli të ketë fuqinë globale. Ja nuk e di tani, po ajo kamera atje mund ta kapi kullën, po të vetë na i shpjegoj edhe një herë të punën. Ja, çojmë. Çojmë njerëz që i ke qefti këto. Kemi... Ose hajde këtu o kulla më mirë, hajde këtu mbrapa me, se këtu ke kamerën atje. Këtu është Katari. Po. Dhe Katari dhe këtu Irani janë bazeni më i madh i gazit në gjithë botën. Një sekond, se nuk e shumë të lëshim atë, ja të më thot Ledio, po Ledio, jepi. Dhe nga Katari, projekti është që të kaloj pra Katar, Arabi Saudite, Irak, Siri, Turqi dhe pastaj nga Turqia dalin Greqia dhe të vinë Evropë. Pra është linje drejtë, si që shef kështu. Po ta shosh në globë është drejtë për drejtë. Qartë. Projekti tjetër është ky. Katar, Arabi Saudite, Jordani, Izrael, edhe pastaj Qipro, Greqi, duke shmangur Turqinë. E qartë. Çështja është që kjo ishte arsyeja pse plasi lufta në Siri. Në 2009 emiri i Katarit, ishte emiri, shkoi dhe e vizitoi Bashar el-Assadin. Ty po të shoh, vetëm se po të shoh në ekran. Shkoi dhe e vizitoi Bashar el-Assadin. Unë këtë e di nga bisedat në Damask. Edhe i kërkojnë 2009 që t'i jepte okejn për të kaluar gazsjellsin nëpër Siri, shkonte nëpër Turqi. Dhe Bashar el-Assadi tha parimisht po, i tha, do të sjell dhe kaq investime tjerë, por i tha parimisht po, por unë duhet marrë leje, thot, tek Rusia që më mbron me trupa dhe tek Irani. Ndërkohë që Rusia dhe Irani janë fuqitë më të mëdha të gazit në botë, pastaj përveç Katarit. Dhe ata sigurisht i thanë jo, dhe kjo ishte arsyeja e fillimit të luftës, dhe kjo ishte edhe arsyeja pse Turqia dhe Katari ishin vendet më të angazhuara në destabilizimin dhe në fillimin e luftës afatgjatë në Siri deri në rënien përfundimtare të Bashar el-Assadit. Kështu që, de facto, ajo që thot ish kryeministri i Izraelit, që është një politikan jo pak i rolit të vogël sot atje, është ajo që qëndron në thelbin e kësaj gjë, cili gazsjellës do fitoj, ky që kalon nga Arabia Saudite, Jordani, Izrael, deti Mesdhe, apo gazsjellësi që kalon nga Arabia Saudite, Iraku, Siria, Turqia dhe pastaj... Si ka mundësi, sa vjet ka që flitet për këto projekte dhe pse si janë bërë kulla? Këto ka 15 vjetë, për ki parasysh që projektet e mdhaja gjithmonë kështu zjasin, për shembull. Nuk është se këtu s'ka financim për të bërë, apo? Para ka sa duash, problemi është që duhet e gjitha në kontrol, për shembull, projekti joni i Tapit që u realizua, mori 35 vjetë po, se këtu flitet për... Ore kulla, ky Bennett, ish kryeministri, si e kështë emrin? Naftali Bennett, po. Naftali. Po. Naftali Bennett. Ky deri dyti në sondazhe më thonë këtu. Po. Dhe ky tani do jetë, zgjedhjet që vinë në 2027 do jetë rivali i Netanyahu? Mund të jetë rivali, ky është në koalicion. Është parti tjetër ky, nuk është parti Netanyahu. Jo, nuk është parti Netanyahu. Shiko, aty është dhe Cipi Livni që ka qenë kryeministre, që është nga partia që ka... Si quhet? Cipi Livni, ajo është një zonjë. Cipi? Po, Cipi Livni. Ajo është një zonjë bjonde ka qenë kryeministre dhe ajo ka partinë që ka pas Ariel Sharoni. Po ndërkohë kandidati real që është ai që pritet t'i përbashkojë gjithë është i shefi Mossadit, Yossi Cohen, cilin unë kam mik. Ky që të di që mund të jetë. Dhe kam përshtypjen që ai mund të jetë kryeministri i jashtëm, pasi do t'i bashkojë gjithë, do ndodhë një gjë e tillë si në Hungari që do ketë një kandidat që do t'i përbashkojë gjitha opozitat në një front të vetëm. O kulla, në qoftë se amerikanat dhe cilët amerikanë? Se në Izrael të gjithë me amerikanët janë, ka amerikanë të majtë e djatë, edhe të qëndërës. Amerikanë, kjo administracija është tani, duha them. Ledio, ndërkohë, shqip pak të lutem, lidhu pak me Adriatic Lapën, a kam mbritur apo jo? Se vajti ora 10:03 minuta, duhet ishte këtu normalisht.
O kulla, që do thoshja unë, është i djathë Bennett, pra është i djathë, është partije djathë. Të djathë janë gjitha ta, problemi është qatë djathë këtë. është më djatha se sa Netanyahu ky? Jo, problemi është cilët djathë, sepse aty... është paka shumë atje? Aty është paka shumë në qëndër, aty ke ca të djathë, i ka një qeveri aty, shumë Smotrich, apo ky ministri brendshëm, që ata janë djathas, do më thëmë. Që ata janë vendë për luft? Ata janë që duhet përdorë bëmba bërthamore dhe këta duhet zhdukur nga... Pra, këtë ekstrem këtej, ekstrem andej. Çështja është që, duke qenë që shoqëria shumë e fraksionuar, aty ka dhe partitë cilat me 5% ose me 4%, 3% mund të bëjnë diferencë. Në Izrael, për ne them është vend demokratik. U bën 4 vjet zgjedhje, çdo vit bëhet zgjedhje. Dilte rezultati barazim dhe prap bënin zgjedhjet. Dhe qeveria vazhdon, stabiliteti vazhdon, institucionet vazhdojnë, gjykatat vazhdojnë, ekonomia vazhdon. Rrezikon burg Netanyahu tani? Po, të gjithë kryeministrat e Izraelit kanë rrezikuar burg, edhe kanë qenë burg në njëherë. Kanë qenë thua? Po, kanë qenë, kanë dalë. Në burg? Po, kishte ky që ishte kryeministri i Izraelit në 2006 kur bë lufta e parë me Hezbollahun. Po shiko, është shoqëri funksionale, nuk është shtet funksional Izraeli. Ndryshe nga arabët që... Faktet më të fundit janë që Netanyahu është rritur në 36%, pra ka rritje. Partitë ekstremiste kanaiste janë rritur në sondazhe, janë rritur dhe këto në sondazhe. Po, normal, se ishte lufta dhe janë rritur sondazhe, po do shojmë pas 6 muajsh ose pas një viti si do shkojnë. Këtu është problemi kur do bëhen zgjedhjet. Ku? Në Izrael. Se ti thua, po të vazhdoj lufta nuk ka zgjedhje. Jo, unë them, ata bëjnë zgjedhje mes luftës, nuk e kanë problem Izraelitit. A e bëjnë? Po. Shiko, është, ta thash edhe njërë, nga kjo pikpame është një nga shtetet më moderne në botë. Në mes luftës i shkuan vjetë kryeministrit në zyrë, prokurorët, i bën kontrol banese, kontrol zyre. Perle kanë të pjesë. A, kulla? Po, arsye pse funksionon si shtet, pra, ndryshe nga këta tjerët, Izraelitët janë shtet demokratik. Vetëm çudi si ka mundësi, vetëm investigim për 7 tetorin s'bëjnë. Kush? Se bëjnë, si ka mundësi? 7 tetori është një gjë që ka mbaruar që ka bërë Hamasi dhe unë ta kam thënë që atëre pas Hamasit nuk qëndrojnë... Që ka bërë Hamasi, po pse s'bëjnë këta investigim? Po çfarë investigimi do bëjnë? Ata i hoqin gjitha, ishte një dështim total i tyre, sepse ata kishin përqendruar vëmendjen në një gjë komplet tjetër. Gjithë legjendat urbane që thonë lart e poshtë që e kanë bërë vetë për të risikuar atë që ndodhi. Po, ka një problem çan. Pjesa më e madhe atyre që flasin për Izraelin, jetojnë gjithë me retorika të këtyre të filmave të Hollywoodit, këtyre gjëra që i marrin me mendje dhe nuk e njohin nga brenda shoqërinë. Kur të tregoj unë njëherë publikisht nga e dija unë që do fillon të sulmi ndaj Iranit, që ta përmend aty që thash vëm të bazë dhe pas 2 ditësh filloi sulmi, pas një ditë kur ishte. Çështja është që kur ta tregoj unë ty si e ka marrë vesh, tu do thonë ky na mashtron ose kjo gjë është kaq banale. Në fakt është aq banale, sepse janë njerëz si puna jone, kupton? Qartë. Nuk e se duhet të ketë një strategji kush e di se çfarë. Momenti që merret vendimi, do bëhet diçka. Në Gaza ndodhi që ata nënvlerësuan Hamasin dhe pse për 50 vjetorin e luftës Yom Kippur, izraelitët do të rriqeshin nga kufiri i Gazës? Shumë e thjesht, nuk e se do të rriqeshin izraelitët nga kufiri i Gazës. Ata aty ishin, ai kufiri aty ishte, ajo aty ndodhi, ata ishte një ditë feste dhe këta shkuan dhe i goditën me... Shiko, çështja është që këtu, siç u nënvlerësua Irani para kësaj goditje, është nënvlerësuar Hezbollahu. Është nënvlerësuar në fakt Hamasi për shumë kohë, duke menduar një milici të kontrolluar etj. Po ki parasysh që Hamasi kishte trajnerët ushtarak, kishte të ushtrisë turke. Fuqinë ekonomike kishte nga Katari. Lidhjet e inteligjencës dhe të ushtrisë kishte nga Egjipti. Fuqi financiare ka ardhur nga gjitha vendet sunite, përfshi këtu Algjerin, Arabinë Saudite etj. Atë kujtohet që të kam thënë që kur të hynë në luftë Irani do ta marrin vesh gjithë, kur filloi lufta në Gaza, nuk është Irani, kam thënë, janë arabët mbrapa. Qartë. Se kur të hynë luftë Irani do ndryshojë gjithçka. Duhet kuptojmë një gjë që janë breza të tërë njerëzit që janë të rritur me dhunë. Për shembull, ata që kanë lindur në Gaza para 20 vjetësh, dhe janë sot 20 vjeçar, cilët ishin ushtarët e Hamasit. Ata janë njerëz që s'kan njohur botë tjetër, kanë njohur vetëm këtë.
ose në jug të Libanit, ose në jugun e Beirutit, ato zonat cilët kontrollohen nga Hezbollah. Në 30-35 vitet e fundit, ata s'kan parë gjë tjetër. Unë kam një rast në Beirut, një nga miqtë e mi në Beirut është djali i ish presidentit të Libanit, është maronit, Jati është vrarë në 82 me sulm terrorist, Nadim Gjemaeli, ka qenë edhe në Shqipëri, Jati Bashir Gjemaeli ka qenë presidenti i Libanit, dhe pastaj u bë xhaxhai pasi u vra, edhe ishim ne për darkë, edhe ishim në një restorant peshku, po zakonisht restorantet e mira të peshkut janë këte afër jugut të Beirutit, ku ndodhet zona shiite dhe ishim me dy kështu Chevroletat blinduar, është Merojës, është deputet, plus që është partije madhe opozitare e tjerë, opozitare, kështu krishterë aty. Edhe ata çunat, ata të gardës gabuan vend se aty rrugës për aeroport është si autostradë dhe është me nënkalim, si këtu që del te Zoguzit, që del aty te dogana. Ata në vend që të futeshin djathas, ata shkuan poshtë urës dhe dolëm direkt në lagjen e Hezbollahut. Aty disa vite më parë, pra saktësisht 20 vite më parë nga sot, ishte vrarë djali i xhaxhait këtij miku tim, Pierre Gjemaeli, që ishte ministri i industrisë atëherë, dhe kishte vrarë Hezbollahu. Dhe këta çunat mbushën armët, ishin gjithë me kallash, dhe unë i thash, Nadimi ishte në timon dhe unë isha në krah. Unë i thash, Nadim, çfarë bëva këtë? Tu thash ku vran Pierin, tha, dhe çunat ne gabuam tash se unë se di rrugën, tha, dhe çunat futën armatimin, ja sa të kthehemi që se mos na gjuajë njëri. E i thashun, po ti se di rrugën? A i lirë më tha, unë gjysmën e vendit tim se kam shëtit në herë qa është poshtë këtej, sepse ai është rritur edhe në Paris, ku janë këto familje. Ata i e Pierre ai nipi. Edhe, jo, po, gjyshi vetë, pra kushëri që e Pierre, gjyshi vetë, Pierre Gjemaeli është themeluesi i këtyre partisë. Janë frankofon këta. Po. Janë krishterë. Janë maronit, pra të krishterë maronit. Gjyshi i tyre, Pierre Gjemaeli ka qenë themeluesi dhe ka qenë mik i Hitlerit. Dhe kur bën lojrat olimpike në Myni në 36-ën, ka qenë një nga të ftuarit kryesor në lojrat olimpike në 30. Po, në lojrat olimpike, Pierre Gjemaeli. Pra, çështja është që në jetën e tyre është normale gjithë kjo gjëja. Kupton? Ne i shohim ndryshe, po atje ndodh her pas here, vriten, qëllojnë njëri tjetrin, kështu është në normalitet. Pra ti thua, nuk duhet të ketë asnjë konspiracion. 7 tetori nuk ka fare asnjë lloj kështu prapavie izraelite. 7 tetori ishte në vlerësim i shërbimeve izraelite, cilët mendonin ne kemi një pakt politik me Hamasin, dhe Hamasin nuk do guxoj. Hamasi guxoi, bëri masakrën dhe pastaj e pagoi. Por tregojnë gjë tjetër, të cilët shërbimet izraelite kanë thënë disa herë që arabët nuk mund të bëjnë, vendet arabe nuk mund të bëjnë sikur se dinin, sepse nuk mund të mos e dinin. Nuk mund të mos e dinin. Sigurisht. Dhe kjo është e vërteta. E burr kjo. Kjo është ajo që unë besoj gjithashtu. Kolla thëndroi jashtë. Ishin të rehat e fundit nga lindja e mesme e zonjës Zotrinj, të shohim çfarë ndodhi, anë pushimet janë 10 ditore. A do rifillojmë prapë apo jo, askush nuk mund ta thotë. Gjithsesi, lajmi i fundit është që të paktën me deklarata se kështu në teren ecën me revers se ç'a ndodh. Që dhe Irani dhe Trumpi thanë që Ormuzi është totalisht i hapur. Kulla frëndroi jashtë. Trumpi tha nuk është i hapur, do hapet kur ta hapun, tha. Irani tha është totalisht i hapur. Trumpi tha jo, tha do hapet kur ta hapun. U hapra tha dhe Trumpi. Jo, do hapet kur ta hapun, pas një 2 ditësh. Po sepse me sa duket ato do të plotësonin ja 2 kushte tjera të marrëveshje pra, iranianët, prandaj. Po kush është ky që tha shumë, duhet të angazhohen që s'do të ndërtohet gasjellsi dhe naftësjellsi me Kinën, no? Se kanë të uraniumi, thua, pasurimi uraniumi, se kanë dhe ati hallin. Jo? Dakor. Kulla, do takohemi të pretën tjetër. Ora është 22:12 minuta, zonja Zotrinj. Unë po përcjell kullën dhe ndërkohë po bëhet gati Adriatik Lapaj të vi në studio. Bëjmë një pauzë dhe